Përshëndetje, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha. Po të flet live presidenti i Republikës Çambërisë, Tasim Mehmeti. U njofu në përmend lajmeve në televizion që ti do organizosh protesta për të protestuar në të gjitha ambasadat në vend. Unë mendoj që nisën nga Greqia në fillim fare. Pastaj fillua me serbët, me rusët, me kinezët, e ku e di unë deri ku do arish. Por strukturat e Çambërisë që të bëhen pjesë e këtyre protestave, kemi dhe në disa kërkesa, që do të thotë, neve do vim të protestojmë për sensibilizuar ambasadat në vend mbi genocidin Çam, me banderola dhe me njerëz të cilët u bën zemra krak për Çamërinë. Sepse tek juve e kemi besimin, pavarësisht se e keni në kushtetutë, që ta ngrini problemet kombëtare ku do që ndodhen shqiptarët. Por ju keni shumë ngarkesë dhe si e tillë të ti nuk duam të krijojmë shqetësime. Tjetra është kjo. Votat ju vazhdoni, kërkoni, por neve nuk kemi punë me vjedhjen e votave që u ndodhen këto skenare këtu. Ato i dini më mirë ju, usallarët dhe usalleshat, që bashkëpunoni fuqishëm me njëri tjetrën. Që do të thotë, Tasim Mehmeti është Çam i 20-s, dhe si e tillë, gjyshi tim luftoi në Vlorë, vllani ja vranë në 44-ën pa gjyq komunistat, gjyshi ma futën në burg 10 vjet në Kalengjero-Kastrës, në sistemin komunist 2 xhaxhallar mi futën në burg me skenarët që dihen se si organizojnë komunistat e sigurimi i shtetit. Babai tim ja prishën karrierën. Me mua tani ndoshta do keni çik kohë, po mort me mua do gjeni belan se unë kam Zotin mbi kokë që fluturon këtu. Kujdes me mua, me fëmijët e mi dhe me niprit dhe mbesat e mia. Që do të thotë, unë nuk hy në lojrat e vëllezërve shqiptar, mbasi ata duan ndërtojnë sistemin e tyre në tokën e tyre. Ta bëjnë komunizma, demokracia, socialdemokrate, modeli Putina, Erdogana, Vučića, Edi Rama, është puna juaj. Unë jam migrant në tokën mëm, ju e mirënjohës që na pritët, na hapët portat, por nuk hinë këto lojra unë të bëjmë hero. Po keni heroj, prodhoni nga vetë brumi juaj. Faleminderit.